Bexhet Pacolli njihet si një nga biznesmenët më të suksesshëm në Kosovë dhe jo vetëm. Tashmë, ai nuk punon vetëm për lek, por më shumë për të lënë një emër në botën e biznesit dhe më gjërë. Kohët e fundit, Pacollit i është prishur gjumi nga ajo që po ndodh me investimin më të madh të jetës së tij. Bëhet fjalë për një super investim me vlerë më shumë se 100 milion euro për aeroportin e Vlorës. Këto lek Pacolli i ka marrë kredi në një bankë të huaj dhe tashmë po tronditet nga ajo që po ndodh në Shqipëri. Teksa ka lexuar shumë media në Shqipëri që flasin për një hetim të nisur nga Prokuroria e Tiranës, Pacolli i shqetësuar për atë që po ndodh i është përgjigjur drejt për drejt në rrjetet sociale duke thënë: "Çfarë është ky komplot i koordinuar në Shqipëri kundër emrit tim? Kush po i orkestron këtë shpifje në media? Tani që aeroporti i Vlorës është drejt përfundimit me 100% lekë të investuara nga ana ime, po përpiqen të ma marrin. Çdo gjë e kam bërë me lekët e mia, sepse dua të lë një investim në qytetin e Vlorës, por ajo që dua t'i them atyre që më sulmojnë pas krave është kjo. Harroni se do ju bëj lëshime, nuk ka shanse të merrni atë që është e imja, punën dhe djersën time. Gaboheni nëse mendoni se mund t'ju lëshoj pe." Kryeministri Edi Rama ja besoi Pacollit ndërtimin e aeroportit të Vlorës, por me sa duket, tashmë marrëdhëniet mes tij dhe Pacollit mund të jenë krisur. Kjo pasi siç thotë edhe vetë biznesmeni, pasi mbaroi investimi, duan që t'ja marrin. Edhe pse kjo është një çështje që ka shumë pikpyetje brenda, ne do donim të dinim mendimin tuaj se kush ka të drejtë në këtë rast. Për më shumë, mund të lini komentet tuaja poshtë videos.